njëri tjetrin duhet të bëjmë koncesione dhe kompromise. Lëvizja Vetëvendosje është 6 deputet më shumë se 3 parti tjera opozitare marrës bashku. Jemi 53 me 47. Pra ne kemi bërë koncesionin e madh, e kemi tërheq glaukun. Për marrëveshje nuk mund të ecim përpara pa koncesion. Nuk mund të ecim pa mirëkuptim, nuk mund të ecim pa kompromis. Ne duhet jemi të pa kompromis në integritet territorial, në sovranitet shtetëror, në siguri, në të drejtat e njerëzit, në Republikën e Kosovës, në progresin e kombit ton në përgjithësi. Por, me njëri tjetrin duhet të bëjmë koncesione dhe kompromise. Pikrisht që të mos bëjmë për Republikën, pikrisht që ta respektojmë interesin publik dhe shtetin e pavarur, sovran e demokratik të Kosovës. Prandaj edhe një herë po e theksoj, ne kemi bërë koncesionin e madh, Lidha Demokratike e Kosovës ka kërkuar prej neve që të diskutojmë që të gjitha, prandaj që të evitojmë zgjedhjet e reja, duhet të japim shans diskutimeve politike për marrëveshje politike, për president ose presidente, shprehje e unitetit të popullit, figurë konsensuale me karakter të mirënjohur, me vlera e kontribute për shoqërinë, profesionin përkatës dhe për Kosovën tonë të dashur.